Sonte është Krishtlindje dhe ndoshta jo të gjithë e ndjejmë njësoj. Disa janë pranë familjes, disa larg, disa me një mungesë që nuk mbushet dot as me dhurata. Krishtlindja nuk është thjesht një fest, është një dritë e vogël që ndizet brenda nesh. Është një kujtim, një falje, një përqafim që nuk e kemi dhënë ende, një të dua që nuk ja kemi thënë akoma dikujt. Është ajo heshtja e bukur që të fton të ndalesh për një çast dhe të pyesësh veten, a isha mjaftueshëm i mirë këtë vit? Sonte, le ta shpërndajmë dashurinë pa kursim. Një fjalë të mirë për dikë që se pret. Një mesazh për dikë që e kemi harruar t'ia themi sa të rëndësishëm janë për ne. Sepse ndonjëherë mrekullia e Krishtlindjes nuk është ajo që marrim, por ajo që japim. Një cop nga koha jon, një grimc nga zemra jon. Le të jemi më të butë me njëri tjetrin, më pak gjykues, më shumë njerëzor. Sepse secili mund t'je duke kaluar diçka që nuk duket nga jashtë. Dhe kur kjo ditë të mbaroj, le të mos mbaroj edhe drita. Le të marrim me vete në ditët në vijim, në fjalët tona, në veprimet tona, në mënyrën si duam. Le të dhurojmë dashuri sado pak. Sot, nesër, sepse kur gjithçka mungon, dashuria mjafton. Gëzuar Krishtlindjet nga unë.